Në adoleshenti ka vështirësi shumë të mëdha dhe ajo që prindrit shohin në fakt është vetëm 1% e vogël e vështirësive që adoleshenti përjeton. Prindrit janë fajtor për mungesën e ndërtimit të komunikimit me fëmijën. Janë fajtor për mungesën e urtësisë për ta kuptuar fëmijën. Nuk janë fajtor për genet e fëmijës dhe as për ndonjë çrregullim neurologjik që fëmia mund të ketë. Fjalori është pjesë normale e zhvillimit. Fëmijët mësojnë fjalë që prindrit i konsiderojnë të papërshtatshme në shumë mjedise, në media, në rrugë, në trafik, në shkollë, nga shokun, në për libra gjithashtu mund t'i gjesh, në libra të caktuara fjalë të tilla. Kur familja ka një kulturë komunikimi, maksimumi i përdorjes në një fjalë të palejuar është 1 ose 2 sharje që kur adoleshenti i thot, e gjithë familja i thot, ok, e kuptoj që nuk e mirë, por të lutem shiko gjuhën. Domethënë, kjo nuk është një gjuhë që ne e përdorim. Këshilla që kam për prindërit është që mos u lodhni së thoni fëmijës tuaj, adoleshentit tuaj që jeni aty për të. Është shumë e rëndësishme që ai ta di këtë gjë, ai ta ndjejë këtë gjë. Fakti që një adoleshent tregon mungesë vlerësimi për prindërit, kjo nuk do të thotë që e ka vetë vlerësimin për veten. Madje do thosha që është pikërisht treguesi mungesës së vlerësimit dhe për veten. Është pjesë normale e rritjes që kur një adoleshent arritet të ketë një moment divorci në thonjza nga prindrit e tij. Është mënyrë e rritje, domethënë duhet ta kaloj këtë fazë. Ju takon prindërve ta tregojnë se ç'është e drejta, por jo vetëm përmes fjalës, përmes veprës. Duhet ta bëjnë pjesë të rutinës tyre, të punëve të tyre, të rregullave të familjes, po nuk mund të marrin vendime për adoleshentët. Kur familjet janë të ngjizura mirë, kthehet adoleshenti dhe kthehet krenar për familjen që ka. Kthimi është shumë i rëndësishëm. Ama nëse familja ka qenë e ngjizur, nëse familja ka treguar gjithmonë respekt për adoleshentin, ai di të kthehet dhe kthehet me vlerësim. Në rast të kundërt, nëse është quajtur fëmijë i keq, nëse është trajtuar si i tillë, nëse është rrahur, kjo ikja që ndodh gjatë adoleshencës nuk e kthen adoleshentin. Është një ikur nga shtëpia, pavarësisht se mund të rri dhe të jetojë aty. Është i ikur.